Faleminderit, zoti kryetar. Ne do ta votojmë kundër ligjit në parim për disa arsye, jo për forcë zakone. Nëse kjo përsëritet sepse kjo qeveri, pavarësisht se ndron ministrat, vazhdon sjell të njëjtin dëm në këtë sallë, të cilën ne nuk mund ta votojmë pra. Çfarë të reje sjell ky ligj? Është ligji i tretë i mbetjeve që miratojmë që nga viti 2013. Në 12 vjet. Ligj dhe pastaj ligj dhe pastaj ligj. A justifikon faktin që thot zoti Gjiknuri se parimet e ligjit janë të drejta, këto duhet të na orientojnë sot, sepse në fakt në parim po diskutojmë. Parimet të drejta kishte edhe ligji që miratuan vitin 2013 dhe që zbëri as 3 javë vjet, sepse u shfuqizua po nga kjo qeveri për shkak të kushteve të emergjencës, për shkak të një menaxhimi më të mirë, në thelb për shkak të gjitha këtyre që sot tha me shumë elokuencë zoti Gjiknuri, po që e ka një tekst të përsëritur që në vitin 2013. Ai ishte një ligj brenda standardeve, ishte një ligj i miratuar në respekt të acquis communautaire, me ekspertizë nga jashtë, me direktivën në përputhje me të gjitha. Jo. U bë një ligj tjetër 2015 në 2016 mos gaboj, që na solli këto inceneratorët, miliarda para publike që nuk dihet kush janë, incenerator, zoti Gjiknuri thotë që nuk funksionojnë siç duhet, po që se ekzistojnë, si ka parë një deri tani. Një tuf njerëzish dhe zyrtarësh në kërkim, një tuf biznesmenësh në kërkim, dhe asnjë përmirësim, sepse jemi ende në kushtet e emergjencës, prandaj sjellim një ligj të ri. Është ky i 2025-s. Po çfarë të reja sjell? Për të riparuar, po themi, defektet që ka patur deri sot situata. Sjell diferencimin e mbetjeve në burim? Jo. Kolegu Koreshi tha që nuk ka ndodhur kurrë në një qytet si Lushnjë, ka ndodhur në Tiranë. Sa u bë Erion Velia i kryetar bashkie, na vuri këto koshat e bukur që kemi në të ndarë, ca për plastik, ca për letër, ca për kështu e ca për ashtu, edhe unë si një qytetar shumë i mirë tash hajde. Pse jo? Ta diferencojmë që në burim. Si një qytetar i mirë, një kosh e idhja këtu, një kosh plerash e idhja ke koshi tjetër që kishte vënë Erioni. Ndërsa një ditë pash makinën, një makinë vinte nga ora 1:30 natës, është në mes Tiranës, kapte secilin prej koshave, i udhte në të njëjtin kontejner dhe i çonte në të njëjtin vend. Diferencimi që kisha bërë unë si qytetar, dakord? I frymzuar nga kronikat e mrekullueshme të gjitha mediave kliente të qeverisë që e kishin me shumë merak Erion Velia. Ja ç'po ndodh live, ai ishte në Sri Lanka, live Erion Velia i ke koshi ke kjo, thashë edhe unë do bëjmë qytetar. Do ta diferencojmë burim. Vinte ndark makina në mes të Tiranës, përfshi dhe plerat e kryeministrisë i idhte në të njëjtin kamion. Plerat që kishim diferencuar ne. Kështu që nuk bëhet fjalë për të rregullojmë procesin e diferencimit. Është një mashtrim që ka ndodhur në mes Tiranës, askush nuk mban përgjegjësi, do të ndodhi prapë. A ul çmimin e përpunimit, se po riorganizojmë ndryshe, ul çmimin, ul koston për qytetarit, po. Kjo do të ishte një arsye e mirë për t'u rikthyer edhe një herë ligjit për ta parë, ulim kostot. Në seancën e pyetje përgjigjeve, seancën që shkoi, pyeta qeverinë. Sa është kosto, gate fee, e ku diun se çfarë, qeveria nuk e ka një kosto për qytetarin. Thotë që ligji, tekstualisht, përpiqem ta citoj, merret me metodologjinë, nuk merret me kostot që do të ketë qytetari. Domethënë që nuk merret me shifra, por ligji ka shifra. Ligji ka shifra, jo koston e qytetarit, po ka shifra gjopën që do haj qytetari. Dhe do haj qytetari i pa diferencuar nëse është person privat, a është person fizik, nëse është fabrik, apo është një fshatar diku. Thot jo më pak se 30.000 euro. Sa do të rritet niveli i jetesës, sa do të jem optimist si zoti Gjiknuri, do rritet niveli i jetesës, do ta përballojë më shumë qytetari shqiptar, sigurisht. Rriten dhe fëmijët, rriten dhe fëmijët në Afrikë, por rriten në mënyrë rakitike. Sa do të rritet
qytetari shqiptar ekonomikisht, 30.000 euro, 30 milion lek, 40 milion lek gjob, e vetmja qartësi që ka ky ligj represiv, nuk e përballon dot. Pse nuk e përballon asnjë qytetar në vend sa do të pasur që tjetë. Të gjitha çmimet, neni 82 thot aktet nënligjore. Është minimalisht brenda 6 muajve të gjitha këto specifikimet e reja që ka ligji, krahasimisht me ligjin që është vjetruar tashmë, vetëm këtu kanë vjetrohen ligjet çdo 4 vjet. E kupton? Minimalisht do duhen 6 muaj për të nxjerrë aktet nënligjore deri brenda 2 vjetësh nga data e hyrjes në fuqi të ligjit dhe nxjerr komplet nenet, që e bëjnë të zbatueshëm këtë ligj. Ndërkohë që thot neni 83, vazhdimi i efekteve të disa akteve nënligjore, cilat akte nënligjore? Të gjitha katalogimet, politikat, dokumenteve strategjike etj. Me radhë që në fakt janë shinat mbi të cilat ne kemi vendosur procesin e pastrimit të Shqipërisë. Kemi nxjerrë dhe ushtrinë nëpër rrugë. 2013 të pastroi rrugë ato plerat. Dhe prapë jemi në gjendje emergjenca. A jam dakord unë? Po. Asgjësimi i mbetjeve në etapën finale në mënyrë të përqendruar, po do të ishte një zgjidhje. Do të ishte një zgjidhje që u premtua dhe ke ligji paraardhës. Ishte një për atë punë u krijua dhe Agjencia Shtetërore e Trajtimit të Mbetjeve, kjo që kemi, a kemi. Agjenci shtetërore, ndërmarrje publike në një vend që ka mbetur lakuriq për shkak se ndërmarrjet publike gjigantet shtetërore po e marrin dhe po e vjedhin, janë gjithmonë me humbje, gjithmonë. Jemi në këtë situatë ku ky akemi nuk na e ka zgjidhur dot problemin. Çfarë bëjmë ne tani? Me që kjo ndërmarrja publike nuk na e ka zgjidhur problemin, a bëjmë një ndërmarrje tjetër publike nën këtë ndërmarrjen publike dhe e quajmë dhe shoqëri aksionerin 100% shteti. Pyeta ministrin herën tjetër, garantoni dot që kjo nuk është një hap drejt privatizimit të aksioneve dhe saj agjencisë së dytë, tashmë që po krijojmë nën këtë agjencinë e parë që kishim, që po bëjmë si SHA. Garantoni që nuk do të privatizohen këto aksione dhe do të bjerë në duar të pista, siç është meraku i zotit Bylyk Bashi, mafia. Refuzoi të më përgjigjej, që do të thotë, kur qeveria thotë që nuk e di se ç'do të ndodhi, unë mund të flas për sot, se ç'flasim sot se ç'do të bëhet nesër nuk e di, unë e marr si pohim. Është pikërisht kjo që do të ndodhë. Kjo SHA-ja që të ndërtuam sepse nuk na funksiononte mirë, kjo SHA-ja tjetër publike, sepse nuk na funksiononte mirë kjo ndërmarrja publike që kishim krijuar me ligjin tjetër, do na zgjidhit ca probleme, por nuk e dim nëse do të privatizohet nesër dhe në duart kujt do bjeri. Shteti vjedhet nga ndërmarrjet publike, dhe ky është shteti më i vjedhur. Jemi qytetarët më të vjedhur në Evropë. Çfarë bëjmë? Shtojmë në një ndërmarrje publike tjetër, për të minimizuar vjedhjen. Këto janë arsyet për cilat ne do ta votojmë kundër që në parim ligjin. Është një ligj, ne këtu do të jemi, ca në këtë sallë, ca do të jemi duke ndjekur debatin e këtij komisioni ligje, nëse ju jeni ende në pushtet, pas 4 vjetësh do të kemi prapë një situatë emergjence. Një ligj të ri sipas aki komunotar, duke respektuar direktivat etj me radhë, ky vend do të bëhet edhe më pis nga ç'është sot. Për këtë arsye nuk e keni votën tonë. Për këtë arsye unë ju garantoj që do na keni përballë, do na keni kundër në çdo hap të kësaj vjedhje të re që po përgatitet. Në mungesë transparence dhe në eksperiencën më të mirë, më të keqe, nga pikpamja e famës, që ju si qeveri keni sjellë në këtë vend, veçanërisht në sektorin e mbetjeve. Faleminderit.